Në kuadër të festimeve për ditën e Ulqinit, në qytetin bregdetar u zhvillua turneu i 22 ndërkombëtar i karates Ulqini Open 2026, një nga ngjarjet më të rëndësishme sportive në nivel lokal dhe rajonal. Ky aktivitet u organizua nën patronatin e komunës së Ulqinit, në bashkëpunim me klubin e karates Ulqini dhe Federata e Karates së Malit të Zi, duke mbledhur qindra sportistë nga vende të ndryshme të rajonit. Në hapje të aktivitetit të pranishmit i përshëndeti përfaqësuesi organizatorit, i cili theksoi rëndësinë që ka ky turne për promovimin e sportit dhe për forcimin e lidhjeve miqësore mes të rinjve. Fjalë rasti mbajti gjithashtu përfaqësues të institucioneve vendore dhe të federatës, duke vlerësuar vazhdimsinë dhe nivelin gjithnjë në rritje të këtij organizimi ndërkombëtar. Në këtë edicion morën pjesë 64 klube me 603 garues, 28 ekipe dhe gjithsej 917 paraqitje nga 9 shtete, çka konfirmon Ulqini Open si një ndër turnet më të rëndësishme të karates në rajon. Të nderuar garues, trajner, përfaqësues të ekipeve, mysafir të nderuar, përfaqësues të institucioneve dhe dashamirës të sportit. Në këtë ditë të shënuar për qytetin tonë, në ditën e Ulqinit, kam kënaqësinë dhe nderin t'ju uroj mirëseardhje të gjithëve në turneun e 22 ndërkombëtar të karates Ulqini Open 2026. Pramia juaj sot e bën këtë ngjarje edhe më të veçantë, duke shndruar Ulqinin në një pikë takim të sportistëve, miqësisë dhe bashkëpunimit ndërkombëtar. Në një ditë kur festojmë identitetin, traditën dhe krenarinë e qytetit tonë, ky turne i jep një dimension të veçantë festës, duke bashkuar energjinë e sportit me frymen festive të komunitetit tonë. Ulqini Open ndër vite është ndruar në një nga aktivitetet më të rëndësishme sportive të kësaj dite, duke dëshmuar rolin e tij në promovimin e karates, në afrimin e sportistëve nga vende të ndryshme dhe në forcimin e lidhjeve miqësore përmes sportit. Ju urojmë të gjithëve një qëndrim të këndshëm në Ulqin, garë të suksesshme dhe mbi të gjitha një atmosferë sportive të mbushur me respekt dhe emocione pozitive. Fjalën përshëndetëse mori kryetari i Federatës së Karates së Malit të Zi, Igor Ognjenović, i cili falenderoi klubin e karates Ulqini për mirënjohjen e ndarë, duke vlerësuar lart bashkëpunimin e deri-më-tashëm dhe duke theksuar rëndësinë e forcimit të mëtejshëm të marrëdhënieve në zhvillimin e karates. Mira mëngjes, gazuar Ulqini. Poštovani građani Ulcinja, poštovani predstavnici opštine Ulcinj, čestitam vam dan opštine i iskazujem svoje zadovoljstvo što u kontinuitetu podržavate razvoj karatea u Ulcinju. Posebno zadovoljstvo imam da pozdravim svoje kolege, predsjednika Karate saveza Albanije, gospodina Babu, predstavnika, odnosno predsjednika Karate saveza Kosova, gospodina Barutija, dragi gosti, dragi sportisti, predstavnici Karate saveza, sudije, roditelji, ljubitelji karatea. Izuzetno mi je zadovoljstvo što sam danas gost klubu koji već 51 godinu u kontinuitetu donosi prednost karatea, odnosno razvoja karatea, pa mogu reći u Ulcinju je karate jedan od sportova koji je u prethodnom periodu ostavio najveći trag. 22. put organizacije turnira Ulcinj Open je potvrda da ovaj turnir u kontinuitetu sa razlogom prikuplja i sabira sve one iz regiona koji žele na najbolji mogući način predstaviti svoj rad. Dragi takmičari, vi se danas borite za odličja, borite se za pobjedu, ali ja vam želim poručiti da karate nije samo sport, nije vještina. Karate je škola dostojanstva, poštenja, poštovanja i fair playa.
borite se za pobjedu, ali u svakom momentu pokažite poštovanje nad protivnikom, a vaša borba je vaš svakodnevni trening i pobjedite sebe, budite bolji danas nego što ste bili juče. Predstavnici Karate saveza, delegati, vi ste garant zakonitosti, sudije, vi ste čuvari pravde, pravičnosti i integriteta. Svi zajedno gradimo i jačamo naš sport, gradimo sistem razvoja karateja u Crnoj Gori. Ispred Karate saveza vam obećavam da ćemo u narednom periodu sve uraditi da imamo jedan, mogu reći, od najmodernijih sportskih saveza u Crnoj Gori. Sama situacija uvođenja sportskih nauka daje nam prednost u odnosu na one sportove koji su olimpijski, a koji još ne rade i ne uključuju u svoj trenažni proces najnovije metode. Hvala vam na pažnji, hvala svima, hvala roditeljima koji podržavaju svoju djecu i oni su jedan siguran znak da u ovom momentu karate utiče i na razvoj porodice i obrazovanja i siguran sam da ćemo u narednom periodu svi zajedno doprinijeti da o karateu i sa karateom živi čitava Crna Gora. Živjeli mi! Me kënaqësi fjalën e mori kryetari i Federatës Shqiptare të Karates, Petrit Baba, i cili falenderoi klubin e karates Ulqinin për mirënjohjen e ndarë duke vlerësuar bashkëpunim dhe duke theksuar rëndësinë e forcimit të mëtejshëm të lidhjeve në të ardhmen. I nderuar zoti presidenti i Malici, i nderuar presidenti i Federatës Kosovës zoti Baruti, i nderuar miku im i shtrenjtë zoti Ruzdi Rama, të nderuar gjyqtar, trajner, sportist, miqve të tuaj. Jam shumë krenar që vi këtu gjithmonë për Ulqinin. Është një aktivitet, një masivitet shumë madh, ku sportistët shprehin gjithë talentin e tyre. Ju uroj Ruzdiut, miku tim, për cilën edhe sot jam këtu, fat, suksese në takë. Ju uroj gjithë sportistëve një fair play, falëndime dhe sporti të jetë gjithmonë ambasadori i paqes që bashkon gjithë njerëzit. Faleminderit. Fjalën përshëndetse e mori edhe kryetari i Federatës së Karates së Kosovës, Besart Baruti, i cili mbajti një fjalë përshëndetse duke falenderuar klubin e karates Ulqini për mirënjohjen e ndarë dhe duke vlerësuar bashkëpunim dhe miqësinë e gjatë mes palëve. Ju përshëndes të gjithëve. Është kënaqësi të jemi në mesin e ju në këtë turne tashmë tradicional, tashmë vazhdon. Dua përshëndes kryetarin e Federatës së Noli Kërfi, kryetarin e Federatës së Shqipërisë. Gjithashtu një përshëndetje të veçantë edhe për mikun tonë, Ruzdi Rama, i cili në pjesëmarrjen e tij thuajse në të gjitha turnet e organizuara në Kosovë na ndërron gjithmonë. Respekt për juve dhe për familjen e juve. Le të fitoj më i miri urimet gjithëve. Atmosfera gjatë garave u karakterizuan nga rivaliteti i fortë sportiv, por edhe nga respekti dhe fair play mes garuesve. Përveç aspektit garues, turneu shërbeu edhe si një platformë për shkëmbim përvojash dhe forcim të bashkëpunimit ndërkombëtar në fushën e sportit. Ulqini Open vazhdon të mbetet një traditë e rëndësishme për Ulqinin, duke i dhënë një dimenzion të veçantë festimeve të ditës së qytetit dhe duke e pozicionuar atë si një qendër të rëndësishme të aktiviteteve sportive dhe kulturore.